I dashur profesor Moshima, si po e shkon shpika e fundit, e di që do të jetë e mrekullueshme. Fanci juaj më i madh, Tommy Turnbull. I dashur Tommy, ai ka kaluar të gjitha pritshmëritë e mia, por ka frikë se mund të përfundoj me tuar të gabuara. Kështu që po e tërgoj atë në një vend të sigurt, diku që ndoshta mund të mësoj të bëhet një djalë i vërtet. Wow! Një djalë i vërtet robot. Ti pas ke vërtet shumë temperaturë. O nuk mund të jemi thëmor. Unë jam i vetmi që i bëj të gjitha porat këtu. Ja stërkum! Supa ime është dorë! Më shumë fasoleta! I shkreti shef. Kjo do të bëj ty të ndjesh më mirë. Dëshira ime vetë është të dominoj të gjithë botën, dhe për këtë kam nevojë për t'jarë rrogë. Çfarë? Ti po vlet me mua? Unë mendoj se pak nga pak, po përfundoj në koma. Mami! Ju shëna nga profesor Moshima, ndoshta ndonjë lazer gamma për djalin robot. Ose ndonjë bombë nukleare. Ose ndoshta ndonjë çokoladë mirë me mjalt. Çfarë? Dhe mund të jetë? Me sa shoh, pakëja ime pas kam bërritur. Po, për çfarë janë? Ju gjithmonë e keni parë si të aktivizoni dhe të flisni me djalin robot. Dhe tani me këto unaza, ju do të mundeni që të kontaktoni me Lolën edhe Gazin. Hej, e kam Gazi. Ose ndryshe, djali i gjithë. Unë mendoj që është super ide. Po, duke sigur jemi agent sekret, duke spionuar me këto dhe për të gjetur bijuteri të shtrenjta. Ato janë shumë të bukura, por nuk e kam nevojën. Djali robot dhe unë mund t'ja dalim pak a shumë në çdo gjë. Konstantin! 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 Kjo është një emergjencë! Nuk mund të arrito telekomandën! Por nuk jam i shqetësuar. E vërteta është që kam vetë besim nëse vjen puna që do mund një keqbërës përsëri dhe përsëri. Djali robot i mund keqbërësit. Ti thjesht ja aty për ta shoqëruar. Ju jeni vetëm xheloz. Ne nuk jemi xheloz. Unë jam. Dhe si ka mundësi që ka ushi jote është pak më i madh? Ndoshta nga Moshimo duke thënë se për çfarë unazat. Tommy, unë kam rëmbyer Lolën. Dorëzo djalin e robot ose nuk e për ta parë më të dashurën tënde përsëri. Ajo nuk është e dashura ime. Ti ke vetëm 24 orë. Çip të mira. Konstantini. Çfarë? Duket që është punë për Tommy Turnbull dhe për ndihmën e tij të madhniqme. Fluturoj më lart. Tu janë agujt e mi! Kur babi im ta marrë vesh jam rëmbyer, ai ka përdurau që të dyve. Këtu më duket sigur jam në akull. Më shumë babanie! Alarm për ndërhyrës! Alarm për ndërhyrës! Të gjitha armat janë fikur. Unë akoma po pres për supën time! Unë po prisja më shumë kamikaze. Duke sigurisht dëshiron të qenë të vinim këtu.
Dola! Unë jam Dola! La 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 la. Auç! Oh, jo. Tani jemi kapur që të gjithë ne kemi marrë fund. Punë e bukur. Ku është Gazi? Në shtëpi, pse? Çfarë? Unë nuk të besoj. Ka ardhur vërtet koha që të mendosi të duhen të njerëz të tjerë për ndihmë. Sidomos tani. Hey, mirë, në rregull të më falësh. Unë as që e kam më të unë as idiote. Sa mirë që më ke mua të paktën. Por edhe nëse Gazi e merr sinjalin, s'ka për të ardhur këtu. Mos të shqetëso, ai djalë vërtet ka del ndalë. Konstantin, jam i mbushur. Unë mendoj që mund ta hash edhe këtë. Djali robot. Au! Të mendosh cilat nga planet e mia tjerëzore në fund e kapën atë. Ndoshta nga ushtarët, ndoshta nga zona jon, ose rasti rrëmbimi. Por përsëri këto nuk po më bëjnë lidhje fare. Si ja dole që ta merrje. Po, nuk ishte asnjë nga këto. Unë thjesht rrëmbeva të dashurën e Tomi. Ajo nuk është e dashura Dhe unë ime. i kap ata kur po vinin këtu për ta shpëtuar. Vetëm kaq? Kush mendon ti që je? Supe Konstantini, ti askushi! Ndoshta ti ke nevojë të çojë turista i vendi shumë i shpifur. Qëto, hej! Dalesa jote është të kishulli Kazi, shtëpia të ligu doktor Kamikazi, vendi me sekret dhe i të mërshëm gjithashtu. Po, u gëzova që të njoha, plako. Unë mendoj që jeta është vërtet një aventurë. Dashtak. Djali gji erdhi që t'ju shpëtoj. Gas, tja dole. Nxito dhe në nëzirë që këtu. Jo, derisa ti ta thuash që ti ke nevojë për ndihmën tonë. Çfarë? Mirë, kam nevojë për ndihmën tuaj. Unë jam asgjë pa lolën e madhe dhe të madhin ari. Hapeni tani. Ju lutem. Në rregull. Merja baterin, unë do të marrë djalin robot. Unë e bëra për ti. A je i sigur që ke nevojë për mua? Po, Jam! Shiko dhe që më ndohë kur amatorët bëjmë plane! Tani, shikoni! Ke shvërzën e vërtet duke bërë plane! Ti thjesht mund ta kapësh atë? Pusho! Unë e kam bërë gjithë të që pare të ti të lindje! Dhe tani për mbyllje! Sulmoni! Djali që ka nevojë për ndihmë. Tani ata nuk na shohin dot neve. ti e ke kthyer mbrapsht.
le të largohemi me njëherë. Por shef, Çfarë? Mos ke ndonjë ide më të mirë? Ti mendon se je që një ri tani? jo, është thjesht. Anja rrethisjes nuk është akoma rregulluar. Konstantin! Je i sigur që nuk do të vish pene në shtëpi gaz? Ja, unë kam paguar për një udhëtim, por pastaj mos harrojmë që tani do të jesh vetëm me të dashurën tënde. Ajo nuk është e dashura ime! Jo më ç'ne.